të këtu do të krijoj. Se sonte në fermën ton hyri një vajzë dhe një djalë, tek buzëqeshja e cilve besoj. La 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 la, o Ermal, ku je fshehur o Ermal që nuk po vjen? Më duket se s'ke kohë ta ndjekësh as fermën tani. Dhe opinionet i jep andej këtej nga i gjen. Unë jam një grua e përshtypjeve, pa do me thënje. Më tërheq një gjest apo një detaj. Aura më ndjek si e çmendur, me lehtësinë e një gjethe në maj. E në të sjellin sati. A zgjodhe ku të flet? Po, një këtu ma zgjodhe. Këtu të flet, He, kush e ka marrë atë rakim bre? E moj Zhaku. Pse një ka qenë vetëm? Jo, më dy shishe kanë qenë. Ishin dy, një këtu, një atje më duket. Një këtu, një atje. O i lerë, kush e murë që atë rakim bre? Të qenë me nikotinë, no? Ka në një pa nikotinë? Po, 2%. Jo, pa. 0, dush me lypë, se besoj që ko. Që ketë ko kanë me nikotinë. Ja ke qika. Ja, dhe ketë 2%. Edhe ke dyshe? Po më dyshe qika. Hitë që e bon pak rëmë. Bënde plane, nuk i dija që ty. Ajde buzëqeshje. Afro, po me distancë, jo vrierë. Ku të kam pa unë? Ja, unë të kam pa diku ku ke kërcyer, të kam pa në televizor, edhe nuk e di që të kanë vlerësuar dhe ta bë përshtypje profili. Profili edhe syt, pak shqipon. Me emision, aty në vërdame në... Kam pa diku. Ky ka qenë shumë i ri kur e kam pa në një dans, una në një diçka në televizor. Dans nuk kam qenë. Në i kërcim, në i gjë. Kërcim kam qenë nuk shumë në emision që u bo për vit 3, më thet. E në i gjë, diku atë. Ka qenë që doli dhe në televizor, ka dalë dhe në YouTube. Diçka, ba. Pjesa hengu. Maj mend portretin. Ha, pas ka Jo, edhe mu më duket sigur e kam pa diku. Do kena rastis. Keni festival apo? Po, në festival, po edhe në për... Po shkollën kur? Në qa shkollë ke mbaruar? Po shkollën kam mbaruar për financë kontabilitet. Po në qa vendi? Ti thake për llogari vllai. Si jam dhe është për llogarinë. Ku ke mbaruar? Tek Kubi. Ka qenë një shkollë këtu tek ish dogana. Aty po gati 4 vjeç që kam bërë shkollë. Në mbaruar. Pastaj shkoj putë çik. Nada, vazhdova karrierën. Ja shtetin ke dalë? Po. Ere, ku kishe luajtur ti në Francë, më? Në Francë, po. Kaq ka pa, unë po në qa veni? Kam qenë në Le Puy. Le Puy afër Lyonit. Ose afër Shëndetinit. Më afër akoma është afër Shëndetinit. 20 minuta larg. Afër Shëndetinit. Qytet shumë i Je ato çunat e Lyonit? Po nejte në i qik atë? Jo. Balerinat, ja, s'ka lidhje. A nejte në i qik? Janë shqiptarë. Neta, vitin e parë neta 3 muaj edhe kësaj radhe po neta diku 2 muaj. Flet një qik frëngjisht apo? Oui, un petit peu. Ti parle français, un petit peu? Ouais. Nido truri. Tani me fjalë nuk e di. Natën do dëgjoj pas firma français. Voulez-vous Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Te mor veç dhe unë mimoza. Po mirë që ato ti... Unë jam dhe më përpara. Po mirë, po ti italian. Jo me frëngjishten. Po. Voulez-vous? Po
Sa lezetshëm, po ke ndërmend shkosh Jifuni, se keni ko. Lëkura gjafrit. Unë, me thonë drejtën, ku para se ti kam Francë, nuk e kam pas qef fare si shtet edhe si gjuhë. Kështu e kanë gjithë derisa shkojnë. Asnjë. E urreja si shtet, nuk e di për disa propaganda që bënin edhe Po, se nuk isha politika dakord. është tjetër, kultura është tjetër. Bravo. Po. Edhe kam shku për të parë në Paris, që në jeta 10 ditë, filloj duke më pëlqy me thonë drejtën, nga pak. Pse se ishte në wow. Por kur ika pastaj që vendosa përvoja diçka të re në lidhje me sportin, prapë nga e para, që jetova 3 muaj, aty fillova të kuptoja se si ishin njerëzit, si funksiononin gjërat, sa e bukur ishte gjua. Dhe më tërhoqi shumë. Edhe them me vete pse jo në një tardë të afër, pse jo mos. Do takohemi. Në Lyon apo në Paris? Apo mëson të tjerë? Midis anë. midis në një zonë të ndërmjetme. Edhe kështu. Burgonj. Edhe kështu. Po të pas ka pëlqyer. Po më ka pëlqyer shumë, saqë gjuhën më nisa duke mësuar në anë të telefonit me një program. U futa në Ishte kurs. free apo e bleve programin? Ja, e bleva. E bleva. E bleva që të kisha kështu mundësi që të reja sa doja unë, mos ta kisha kohën e limituar. Pastaj u futa një muaj në kurs, që të kuptoja këto si lexohen, disa dy shkronja të Alekol? Alekol, uj. Gati aq, 1 muaj, 2 muaj e bëra pak intensive, që të kuptoja pak këto Po si në qa lexojnë dy viti këto? Në fjalët. qa viti? Urdhë? Në qa viti ishte kjo? Kjo ka qenë se bie vjet par vjet. Po që ka... E freskët. E freskët. E freskët tash par vjet. Par vjet. Edhe kështu. Po që është gjuhë shumë e bukur është. Më vjen shumë mirë që e dëgjoj, se kur ja them tjerëve thonë e kjo. Ashtu kam qenë ndonjë nga ato, me thënë drejtën, nuk e pëlqeja, më thonë të mami. Mami të pullë fort. Më thoshte mami, që mësohe me frëngjishtën, më thoshte mu se do duhet se gjuhë e bukur, gjuhë mondane, fillo se ka qef, vdes maro. Është gjuhë mondane, duhet në gja bukur të shko, ke tjetë e prezencë, kur po ike mami, thoi, amo më le të qafsh, më le, amo më le. Një me këtë anglirë, duhet më thënë e gjithë tjepa, qa frëngjishtë, nuk e imagjinoja ndërë në të frëngjishtë. Për dhe ta provosh, që ta... Kanë mënyrë jetese shumë të këndshme. Shumë e bukur, shumë e thjesht. Oh. Janë shumë të thjesht. Edhe më kam bërë shumë shtypje që jam njerëz thjesht, nuk të përcjellin atë stresin siç ja përcjellin ne shqiptarëve njëri tjetrit. Ja, me këtë po merremi këtu, vetëm me stres. Po mirë, se këtu pra të punë janë edhe, do merrem me stresën me të gjitha. Po s'u morëm, shkuptim ka. Po që kështu. Shumë njerëz të mirë. Nuk e prisa domethënë që francezët ishin dhash njerëz të mirë. Po që më ka bërë me vërtet shumë përshtypje. Edhe më ka ngeli knash. Ka ngeli knash vërtet. Si ka marrë rrobat ajo akoma? Edhe kështu. Interesante shumë. Po ke ndërmend të shkosh prap? Me qef e kom. Me qef e kom. Po ke smet? Si sportist apo? Jo, si sport e mbylla. E mbylla se nuk ja vle më. Vje farë kohë që... Është i lodhshme? Nuk është puna se është e lodhshme, se është pasion është ndërë nuk llogarit fare lodhjen, dëmtimet. Po. Nuk, do të thënë, stakohesh. Po konkurenca ishte e fortë? Normal, konkurencë s'ka. Por nuk të vret fare fakt, por më shumë të vret fakti që kur kalon koha, se futbolli është me periudhë. Ka e periudhë të artë që e themi ne. Qëse nuk e ka atë periudhën e artë, po e shtyve, do fillosh e më shumë të dëmtosh veten. Do le shumë gjëra mbrapa. Se unë për shumë, po mos isha ma me sport që i vogël, ose t'isha ta kisha ndërprer sportin dhe pak më herët. Do isha po gjëra më ndryshe, do isha fut punën që po bëj për momentin që e kam dhe e kam pasion.
Dhe vazhdoja, do e kisha perfeksionuar akoma dhe më shumë. Qa është ky pasion që kemi ta njohim Për që kamerën, des. për kamerë? Më pëlqen për video. Interesant. Me video, kërë kontente. Po që jam asocial në rrjetet, social Instagram këtu vet, nuk pëlqen të bëj gjëra për veten. Nërsa më pëlqen të bëj për tjerë. Po, këtu s'do ta thush këtë, sepse programacioni do të hapi më njëherë Instagramin tonë, kështu që ti ke Instagram. Po, unë e kam, po. Ja, kjo është. Mos përsërisim gabimet. Mos mjestre, po le ça duket Mos kështu. përsërisim gabimet. Nga vite që kena më fillim. Kështu. Edhe kështu. Është gjë që të vetë me kohë. Plezir, vraiment. Mua si. Edhe kështu. Përpiqemi. Po mirë, s'ke marrë as rroba si gjë? Ja, po pres që më thonë edhe ti ti marr. Që edhe të ndronë, se edhe kjo... As sikur na e lejnë tek këtë kitarën kjo vajzë. Jo, do ta çoj tani. Tani, bo. Su çmalla fare me këtë kitarë. Që ka Yamaha. Kitarë Vanessa, sa? Yamaha, po. Po produksioni bleni kitarë se ja plekot për zotin, se kemi ngel keq. Sa të dalë ju paguj. Ma merri një të përdorme nga ato 50.000 lekëshet. Sve Edhe mund me t'jeni gjë darska, ndorë. edhe me darska. Kama, 70 kam gjetur në online, po si sa mora. Ku e ke gjetë thuaj që ti ta morë? Ke merr rjep.com. Sa të dushka. Merr rjep. Jo. O, nuk lejohet. Po mirë, E si brave farë, ma. Po qave, punë e madhe fort ato, i di gjithë Shqipëria. Aty ka vërdisën gjithë. Me soba kategorie 2, me hekra, me... Paskët e breze? Paskët e brez? Dhe japin, edhe ty. Okej. Sa ketë fut. Tash dhe për brez, e? Po. Na japin Tash dhe na kishe dhe kalon. gjuhin dhe brezit, tash që ke sakatu kish. Jo, ma me për mikrofonin kë. Është për mikrofonin. Thash se që ke sakatu kish. Ja, por të mas bëj kaç plak. Po, më një mëse tash. është brez, ja, se pas brez i dëmtimet e rënda. fermës, ajo, është brez i fermës. Brez i ferës. Bile është Ai brezi... futet gjitha gjërat që pe atje ndri? Brezi E da të akustik. qesën e zezë? Ta. Nuk është brezi i fshatit, është brez akustik. Stik i zhumsh. është për të bu mikrofonin. E vë mikrofonin. Se kemi tjetrën të fundit, se kjo është e Vanesës. Të lodhja mi të vdek. Besoj se dhe ti lodhja. E në jena të shumë gjesë. Tu do i bin gongu, to? Gjes. Në gjez Po, vetëm. normal. Ose drita dhe fikin pa. Gjumin kanë Kur ti interesant më teket pak atyre? fleshit, bë show. Ti. Gjeta një shampo. Faleminderit Vanesa. Unë që nga bosh. Që ka bo? Faleminderit Vanesa. Ti shohen presën e robat tona. Ndrona se na mojnë shpirtin gjagita. Jebe. Mirë edhe të Vanesës, luta. Çuditërisht, aty është si vend i fandaks, sikur Edhe sinqerisht ke vure që të isha gjysoshi bitëm. te ora fundit, po të gjysosh te ora fundit ndryshon pra. Fillon se Isha bitëm. hyn hëna e re. Mbase. Kur ja të bën vetën. Hyn hëna e re. Mbase, po është çuditshme. 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 e ke... Kuptimin që të kalon, thash. Po prandaj mora E, për po. atje unë. Po ti ka ujë, po ti je me atlete. Kaqizma, po. Jo, jam atleta. Po, shumë larg ajo. E, kështu. Pra, Pra, nga sot e tutje, Soni, unë parashikoj portale pa fund që do shkruaj 2 artiste të tjera për plasë. Teksti dhe kënga. o zot çfarë budalliku ishte. U habita vetëm që su qove dhe nuk fute dorën në xhep. S'kishte Kisha xhepa. xhep. Maksimumi veç kamën musha me. S'kisha gjë. Inshallah, mbase do të fitosh në një avantazh, kërko informacion nga jashtë dhe të sugjeroj të
kërkosh prap, ç'do thon portalet për mua? Pse? Jo them, nga kjo puna e përplasjes midis frikshme. artistëve, për përplasje midis artistëve po flas gjithmonë. Ajo është këtë budallik, do me thonë se di, ajo nështë ka përdorë thjesht për lojë, se ajo është i rast, ta ishë banal sa ti se ke iden. Ajo është, nuk e, do me thonë, menagmenti im se ka pranu si tekst, nuk e ka pat arsyeshme, as artisti që bashkëpunova, dhe as gjithë artistët e menagmentit tim, dhe mua më vinte zor t'i thoja që nuk i ka pëlqyer artistikisht, për mos me ofendu, nuk i kam thënë gjë. Kaq, edhe prap nuk ja thash për ta ruajtur. Ngul këm sepse batuta të tipit unë kam shkruajt tekst pa lek, me demek për të dopsu ty këtu mrena, do më thënë, mua më duken pas sens, sepse kanë bëjmë një gjë që s'ka lidhje fare. Është një gjë që asaj është ofruar pagesa dhe ajo vetë nuk e ka pranuar dhe është në dorën e asaj. S'ka lidhje fare. Çdo projekti imi ka një buxhet edhe normalisht që ajo e tha jo ne jemi mikesha, nuk ta pranoj. Aty thanë ne si jemi. Ndërkohë unë kam pas koreografit në gjimnaz. Po koreografit kanë buxhet? Po, tjetër. Çdo gjë. Pse? Po pyes për i shok. I kete zërat. Në? I kete zërat e projektit. Ecë. Më pëlqet se je shkurt, pastër, shkurt dhe pastër, koncize, pam, pam, pam. Që ti them? Pushkën në kam, për që një vjerë, pam, pam, pam. Jep gjërave aq sa meritojnë. Aq meritonte. S'mund me faktorizuar të këtë kohë me muhabete edhe të personave tjerë, pa lidhje, të i fut, hajde të dalë. Mua, do më thënë, sot më ke pëlqyer ti dhe Moza. Pati dhe Moza një moment që tha, kur ishin ke vida, që ju përveç të gjithve dhe asaj dhe atyra ndej, që nuk është ashtu, nuk është kështu, po është kështu. Kur tha, është i përplasje fine, se kur tha, jo nuk është fine, tha. Dhe ajo është. Përplasja. Me çana ropt? Dhe jo vetëm, ajo ka shajt edhe shumë gjëra tjera këtu, që nuk janë transmetu. Po dhe ato që, po. Si shte e bukur fare. Kujdes, se po të pikon. Mos rria ta do pikoj, po shtyç. Ishte një nga këto gjërat e shëmtuara që ndodhin këtu që na afekton të tërve. Prandaj ndaloj dhe mendoj se ja vlen me e thonë. Është një nga ato gjëra që s'ka të bëj me ne, po që ka të bëj me njerëz që janë me ne këtu brenda dhe s'është bukur për ne. Kemi një ropë mes nesh që shan nga ropët. I është përveç Kostanës. Ne që jemi burrave po e majmë veten. Unë jashtë flas marrë mrapë dhe këtu po përpiqem ta maj veten, mos më rrëshkasin. Sorgin Klevisa Targaj. Kush? Sorgin Klevisa Targaj. Dhe shku jemi, që emisioni është kjo? Po. I kisha arru. Ha, si ju pritën. Më të rinj janë me qenë. Si batutë, të rinj janë, ëndra kanë. Pikan cigare të dy. Duke se është ke... Ashtu, a? Po. Duke se është ke shi në plazh. E po të shi të rinj janë... Ti kisha dhënë më të mirat e jetës, ma ke bo mu, ja ke bo vetës. Unë jam tu për majtë shumë. Po shumë. Si të gjithë i lirë. Për mos me komentu. Si të gjithë i lirë. Jo, edhe gjatë ditës. Ma bita ajo shoqja jote kur thotë s'ke pa asgjë akoma. Kush është shoqja kësaj?
Du të shofi ku do arri. Po të ketë shumë kujdes, shumë. Kush është shoqja jote? Nuk e di, ma thot Liri, se nuk e di kë kam shoqe. Kush e ka kjo shoqja ime që nga kundra teja? Kush është? Jo, nuk e di. Nuk është Tana? Nuk e di, bro. Po për çfarë më thua shoqja jote? Konfidenciale, bro. Apo jo? Nifeni nga herë këtu apo jo? Jo, A, këtu e ke bërë shoqe? se kam bërë shoqe, flas me të. A, mirë, okay. E dëgjova aty mbrapa kujndave, apo jo? Po, e dëgjova dhe ti më dëgjove mua? Po, që shumë. tha? Po, Po çka ke pra? Jo, më habit. Nëse më falë për termin shoqja. Mendoja që njifesh nga